Përshëndetje të gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, si çdo javë me Henrin do diskutojmë për analizën e tregjeve financiare. Do të shikojmë këtë javë, pasi kemi pasur një ulje në treg, do të shikojmë se kush e solli këtë ulje, pse ra tregu dhe pse patëm një ngritje në fund të javës. Po ashtu do diskutojmë edhe për lajmet ekonomike dhe disa gjëra që kanë ndodhur këtë javë që lam. Përshëndetje Henri. Përshëndetje Kleo, po ka qenë një javë me vërtet e hidhur për tregtarët të retail traders, sidomos ato në kripto, por dhe ato në tregjet e aksioneve, sepse ka pasur likuidim të rënd për mendimin tim edhe në sektorin e teknologjisë, të stocks. Gjithashtu patëm dhe uljen e Floriri dhe Argjendit, që filloi të themi një shitje e fuqishme aty. Dhe është një situatë pak pa qëndrueshme dhe volatile, ka volatilitet të lartë me le të themi struktura të thyra tani. Nuk është komplet e shkatëruar tregu, po flasim tregjet në përgjithësi, sepse kripto për mendimin tim është më shkatëruar se sa të gjitha, por po flasim tregun e aksioneve, nuk është e shkatëruar komplet si treg, por është në start ndoshta një shkatërimi total dhe po krijohet le të themi një çorientim total në treg, edhe zakonisht kjo është një fazë e fundit të një cikli në treg pozitiv ose në bull, për mendimin tim, sepse kemi pasur lëvizje në sektor të ndryshëm si energjia, industritë kryesore dhe consumer staples, që janë produkte konsumator bazik, po flasim këtu ushqimet dhe këto lëvizje të tilla që kemi parë në treg. Patëm dhe earnings këtë javë. Shumë kompani të rëndësishme kanë pasur earnings, duhet ka qenë Amazon, AMD, janë do të lexoj listën këtu, AMD, Alphabet, që është Google, Disney, edhe pastaj kemi Palantirin dhe ca të tjera. Disa kanë ecur mirë, disa jo dhe aq. Prap tregon atë çorëntimin e tregut dhe pasiguri që po krijohet në treg, ku nuk kemi le të themi një katalist kryesor në treg që ta shtyjë tregun për më lart, t'i japë edhe një val tjetër finale. Zona 7000 të S&P, më falë që do them të fundit, zona 7000 të S&P 500 ka qenë një zonë me call option, me options të larta aty, dhe një zonë që ka kapur Fibonacci, si dushi ta vizatosh, ti mund ta vizatosh qete mujorit, të javorit, të ditori, vizaton Fibonacci, dhe zona 7000 ishte overextension zone të Fibonacci, kështu që shumë tregtar kam përcaktuar të zonë psikologjike për rezistencë të S&P-a, dhe prandaj ishte edhe një arsye tjetër pse u shit tregu. Ka pasur shumë faktorë të ndryshëm, po në ana teknikale kjo ka qenë një nga arsyet kryesore për mendimin tim. Ti Kleo, çfarë shikon të tregu? Doja të shtoja që kemi pasur edhe dosjen Epstein që ka dalë në tani e disa ditë, që ka dalë në qarkullim në media, e diskutuam dhe pak javën e parë, por ja vlen teksohet që Microsoft ka pas një ulje shumë të madhe, ndoshta nga e lidhur me dosjen Epstein, ka ardhur kjo shitje në treg. Por nga kompanitë më të mëdha mirë ka mbajtur Apple këtë javë, edhe pse tregu ka qenë në rënje, ka qenë shumë mirë. Ne e kemi tregtuar, Apple ka qenë një ndër tregtimet tona. Dhe tregu pati këtë rënjen, mendoj sepse njerëzit u friksuan pak. Duke parë që çmimi po binte, ndoshta shitën të gjithë. Pastaj tregu i kriptove mbetet i manipuluar pak me uljen e Bitcoin që arriti nivele që ka pasur shumë kohë më përpara, te 59000. Ishte çmimi më i ulët. Dhe pastaj aty u thith deri në 72, mos gaboj. Po ka qenë javë me volatilitet, më shumë ka qenë short. Unë kam tregtu shortin, Nasdaq në gjitha lëvizjet, edhe në fundjavë tregtova long deri në një farë pike që mendoja unë që do shkonte. Po ka qenë javë
e vështirë për tregtarët, sidomos për ata të kriptove. Edhe për ato tregtarë që janë swing trading si puna ime ka qenë pak e vështirë them drejtën. Ka qenë treg për të luajtur le të themi poshtë lart me orare më fat shkurtër, si puna Kleos që tregton me CFD-t, që ka kapur për shembull Apple në val për lart, ka kapur shortin te Nasdaq-u njëkohësisht, që ra tregu, dhe pastaj ka tregtuar dhe Bitcoinin short aty dhe pastaj prap long mbas thithjes të që u bë le të themi ajo overextension, shitja e madhe që u bë në treg, ka tregtuar Majsa Dion se unë kam parë lëvizjet e Kleos, se kështu punoj me transparencë totale dhe ka bler prap Bitcoinin dhe S&P në ato zonat të njëjtën në dark të premte në mëngjes. Për sektorin e teknologjisë që sepse përmende Microsoftin, do të thojë që një nga arsyet kryesore pse janë shitur ato kompanitë më të mëdha është sepse është rritur shpenzimet CapEx, quhet anglisht, shpenzimet për investimin në sektorin e AI-s, për zhvillimin e AI-s në këto kompani. Për shembull, Amazonit i ra vlera e aksioneve sepse ka shpallur që do shpenzoj 200 bilion për sektorin e AI-s ose zhvillimin e AI-s në kompaninë e vet, dhe kjo ka rritur frika që do ketë le të themi ROI, return on investment, nxjerrje fitimi nga investimi që do bëjmë personat të ulët, kështu që ka frikë tani që mund të jemi në një AI bubble dhe me shpenzimin që po bëjnë këto kompani mund të shkatrojnë bizneset e veta, Amazoni, këto tjerat. Vështirë që të shkatrohen, por thjesht tregtarët janë të friksuar. Microsofti po e një dha gjë, dhe me sa shikoj unë te mega caps kemi një shpenzim diku te 650 bilion në vit për AI, për të le të themi avancuar bizneset e veta me teknologjinë AI. Microsofti pati edhe një problem tjetër që e kishte earnings, raportimet të dobta, dhe kjo le të themi e rriti më shumë atë shitjen te sektori teknologjik dhe te Microsofti në veçanti. Të tjera që do të këtu është që kam parë që hedge funds, kompanitë investime kanë hyrë shumë agresiv në short me software. Por Kleo, unë e ndava te Discordi dhe shikoj si mundësi e mirë për të tregtuar në anën e kundërt, për të kapur le të themi atë valën, sepse kanë hyrë aq shumë në short që mendoj që të bëj një mean reversion tregu dhe pastaj mund të shumë shpejt të ciklohet të bëhet një long. Ti çfarë mendon për sektorin? Për tregun përgjithësi apo vetëm për sektorin e sektorin e software-it që shitur aq shumë? Po, zakonisht kur çmimi bie në këtë lloj fazash, i duhet një ngritje dhe ndoshta do krijohet atë mean reversion, është kjo zona do të shikoj çmimin tani se nuk e kam chartin e hapur, por me shumë mundësi do të krijoj një mean reversion, mund ta tregtoj me orare afat shkurtra deri në disa pika kryesore kur mund dalim me take profit dhe pastaj mund të ikim prap short. Por i duhet një ngritje, mendoj, sepse po jo vetëm këtij sektori, duhet gjithë tregut. Gjithë tregut. Bitcoin për shembull pati shitje shumë agresive, i duhet një ngritje po ashtu S&P 500, edhe pse bën në fundjavë, mund të kemi edhe një rritje gjatë të hënës dhe të martës dhe pastaj të vazhdoj trendi për poshtë. Po, kanë drejt. Dhe ka disa sektore që me vërtet ja vlen, për shembull Bitcoini ose kripto ja ka vlerësuar me vërtet sepse ka pasur shitje shumë të rëndë. Edhe software për mendimin tim është një sektor që është shitur shumë. Ja ndoshta do ta nxjerr chartin më vonë që t'ja tregoj dëgjuesve. Është shitur jashtëzakonisht shumë edhe
edhe kanë hyrë le të themi agresiv në këtë sektor short hedge funds, dhe kur anon tepërt në një krah një aset, dihet që do bëjë një rritje. Me kam të Discordi dje bazit e këtë pjesë. Ndështoja që Microsoft është një çmim tani për momentalisht në një zonë supporti që krijohet gjithmonë në këtë çmim, është në këtë lloj zone ka gjithmonë suport, pastaj po nuk gjeti suport këtu, atëherë nuk ka drejtim çmimi se ku mund të shkojë. Mendoj se do ta gjej suportin te kjo zonë dhe mund të kemi atë mean reversion që sapo përmendëm. Dhe pastaj mund të formohet tregu për të vazhduar trendin për short prap. Por mjafton që ne të luajmë këtë valën long dhe pastaj short. Po. Charti që ta dish ti Kleo është IGV. IGV është ETF i Tech Software. Po që do shikosh, besoj që do ta shikosh shumë qartë pse po them që mund të ketë themi një lëvizje serioze. Unë mendoj diku te 90-93 ETF mund të shkojë për lart, por mendoj që është një mundësi e ardha aty. Ke parë dhe rotacionet e tjera. Kjo mean reversion mund të lidhet dhe me rritjen e Microsoftit, me qenë që Microsofti merret me software. Është kompani software-i. Por është për të parë të themi si do lidhen këto dy gjëra. Surpriza e javës, Kleo, ka qenë Dow Jones ka thyer çmimin historik. Edhe pse kemi qenë një javë me shitje, Dow Jones ka vazhduar të ecë më sipër. Tregon le të themi një rritje të aseteve që janë mrena te indeksi Dow Jones, dhe ka qenë shumë mirë. Çmimi historik tani ka kaluar 50.000 Dow Jones. Pastaj mendoj që çfarë tjetër të mbuloshim sot. Kripton pak, do një mendim ti për kripton, ku e shikon, si është situata, shumë nga çunat te Telegrami dhe privat ka shkruar shumë që a mendoj unë që do jetë shkatruar komplet, do shkojë te zero, a do shkoj e themi me çfarë zonë do shkoj te 30.000 apo 40.000, të shesim tani, mos shesim tani, se shumica nga çunat ose personat që na kanë kontaktuar privat kanë bler në çmime më të larta. Fatkeqësisht kanë bler në për zonën 100 ca, dhe janë tani me humbje dhe edhe pse unë jam munduar që t'ju informoj e t'i thoj që unë jam cash. Tani kur them unë që jam cash do të thotë që unë nuk kam besim te aseti, por rri larg. Çfarë mendon ti? Çfarë themi parashikimesh, çfarë mendimesh ke ti për kripton, ku e shikon dhe si do strukturohet në javën e vazhdim? Tani me këtë kur ushit, domethënë atë ditë pata diskutuar edhe me Bash, pata diskutuar edhe me Armando që do të kishte një rritje deri tek zona 71-72, dukesh e sigurt, dhe atë kam tregtuar long. Por tani duhet vendosi. Do të vendosin nëse do të hyj brenda një zone mean reversion që mund kapi deri 78-80.000, ose do të vazhdoj shitjen, por nuk e shikoj se mund të shitet akoma dhe më shumë, pasi është suport i fortë te ky çmim tani, 65, 63 janë zona që blihet shumë Bitcoini, ose do konsolidohet kështu në këtë lloj çmim dhe pastaj do të kemi një rritje graduale, ose do të vazhdoj shorti pastaj që mund të ishin zona me të vërtetë që nuk do doja që të vinte ose të ulesh e kaq shumë, por pastaj do ta shikoja te 51.000, mund të ishte një suport tjetër shumë i fortë, 50-52.000, një ulje deri aty, por nuk e besoj sepse është suport i fortë te ky çmim që ka prekur Bitcoini 60 deri në 65.000. Blihet shumë dhe mendoj se do blejnë edhe institucionet, ndoshta kanë bler tek ky çmim dhe do të ketë një rritje graduale deri në zona të tjera. Ti si e shikon çmimin, se
Unë e kam tregtu Bitcoin, e kam tregtu short nga 90, e kam tregtu me faza faktikisht. Me risk reward kam dalë me 1.3, 1.4, 1.6 kam kapur të shorti. Dhe kam dalë diku te 70.000. Nuk e mbajta akoma për short kur ul deri në 59.000. Dola sepse dola me take profit dhe mendova që aty çmimi mund të kishte një rritje. Po sa kam tregtu dhe valën long deri te 72.000 që ishte mbrëm. Dhe shikojmë tani si po pres. Po pres. Jam jashtë tregut për momentin, por ky është mendimi im. Po unë kur diskutuam të njëjtën darkë dhe premte mëngjes për lëvizjen që të bënte Bitcoini, të thash ty që unë mendoj që mund të shkoj herë më duket e garantuar 68 dhe pastaj mund të shkoj deri te 75 kjo mirë reversion. Kur shikojmë në temi sa është shitur lëvizja dhe sa ka devijuar nga mesatarja, ajo lëvizje deri te 75, zona aktuale që shikoj unë është 72-73 shikoj unë, dhe 71 pikë ca e kapi mram dark, kështu që pak a shumë ka arritur atë zonë. Dhe një nga gjërat e para që unë kam thënë te ka qenë që duhet presim mirë reversion në Discord. E kam darë në 9 darkës, e kam thënë tani kemi mirë reversion te çdo aset, sepse është shitur shumë, edhe do të kemi përgatitje, por këto janë zonat e Bitcoinit. Strukturat, them drejtën, janë thyrë me kohë që në tetor të kriptos kemi qenë në një rënje, le të themi, të vazhdueshme, dhe pse ka bërë ca rritje të vogla për lart. Tregtimet e bashkuar që ne kemi bërë te unë, Cleo dhe çunat e tjerë që me pak me CFD të anash. Unë me swing trade nuk e kam kapur, po kemi bërë tregtime si short dhe long në momentet e dura, por më shumë të ana short. Dhe mendoj tani që do jetë mendoj që do të filloj të gjej pak vend ose të lëvizi deri një farë zone që të ofroj RR të mira për çdo tregtar. Që të themi po shkoj te 75 ose dhe ndoshta edhe pak më lart, fillon të ofroj RR të mira edhe për bears, dhe pastaj mund të shkoj dhe një lëvizje më poshtë të konsolidohet. Afat mesën, po duket sikur do të bëj një lëvizje për lart. I herë përpara se shkoj më poshtë. 40 e ca e shikojnë si vala tjetër, por që do bëj një val për poshtë tjetër, shkon te 48 deri te 42. Aty do blejmë pastaj. Aty është mush shportën dhe ato zona, të mund të jetë edhe më thellë, kur të konsolidohet është një moment për të themi mushur shportën. Folëm pak për këtë pjesën e Jeffrey Epsteinit. Ka ndalur shumë, thashë thëme, online, jo ka krijuar Bitcoinin Jeffrey Epstein dhe gjëra të tjera. Çfarë mendon ti, Cleo? Shiko, diskutuam edhe pak bashkë që diçka tjetër po ndodh përderisa të gjitha mediat flasin për këtë file ose për këtë dosje. Por aty është elita botërore, kupton, janë njerëzit që qeverisin botën, kanë qenë gjithë përfshirë, ta quajmë skandal, kanë qenë me politikan, me këngëtar, me influencera, me njerëz shumë pushtetshëm, biznesmena, që kanë qenë aktorë shumë të njohur të Hollywoodit që kanë qenë përfshirë, dhe një pjesë e tyre marrin vendime për se çfarë do ndodh me ne, ose vendime shumë të rëndësishme që lidhen drejt për drejt me gjithë rrezullin toksor. Kështu që edhe te pjesa e tregut nuk është, janë ata që e lvizin tregun, nuk do në është ajo pjesa e vogël që e lviz tregun e aksioneve, pasi ata kanë gjithë institucionet, kanë gjithë kriptot, kanë gjithë goldin, floririn, do të thënë janë ata që e lvizin, kështu që dhe mund të jetë e vërtet, nuk e besoj që është personalisht ai, por bën sens që nga aty ka nisur diçka, domethënë nga ai grup i përfshirë ose nga ai grup i ngushtë,
është ideja që është krijuar diçka ose është krijuar nga FBI-ja siç thonë tjerët ose nga CIA, por nga aty ka nisur, domethënë fillimin nga aty e ka për qenë këtu ku jemi sot, Bitcoini në këto çmime. Po nuk e di dhe nuk është se më intereson shumë me thënë drejtën, por thjesht se kush e ka kriju, se unë mendoj se çdo gjë manipulohet në këtë botë, kështu që po eksakt, kështu që ke shumë të drejtë. Ne si tregtar nuk na intereson shumë se kush e ka kriju, kush nuk e ka kriju. Ndoshta si investitor afat gjatë do të kemi pak më shumë kujdes, po do mbajmë diçka afat gjatë dhe themi ok, do mbajmë Bitcoin afat gjatë, po që është krijuar nga ky person ose nga këto individ, atëherë krijon pas siguritë e themi si është shritur Bitcoini publikut, si aseti le themi numër 1 që mund të zëvendësojmë paran, fiatin, të gjërat e tjera, atëherë me vërtet mund ndikoj, por po që je tregtar dhe tregton valët edhe lëvizjen e çmimit nga 90.000 te 70.000 apo nga 70.000 në 60.000 deri te 70.000 për prapë për lart, nuk të intereson shumë se si do heci le themi ose si është manipuluar ose si është krijuar një gjë. Për momentin unë personalisht mendoj që ai ka qenë person me influencë, sepse ka qenë financues i projekteve dhe teknologjive të ndryshme, ka qenë investitor. Do të thotë që ai ka pasur lidhje me, se ka thënë te email që ka pasur lidhje me ekipin krijues, themelues të Bitcoinit. Nuk është thënë që ai ka krijuar. Prandaj e thash që ata janë brenda asaj, domethënë zanafijës ose nga kanë një gjithçka. Marrin vendime dhe kanë influencë. Si ne themi në rrugën që merr një farë teknologjie dhe pse po zhvillohet dhe si do zhvillohet, deri te pjesa dhe si do le themi do përdoret për ne, njerëzit e thjesht. Sepse kanë mundësi, kanë kapitalin dhe ato kapitali kontrollon rrjedhjen e energjisë të njerëzimit. Kur ti sponsorizon diçka, normalisht që ai kur sponsorizon një ekip themelues që ka sponsorizuar ose ka dhënë ose ka kontakte, ai mund t'i thotë që do bëjmë këtë gjë me këtë projekt dhe lëvizim nga kënej. Ndoshta janë bërë ca modifikime në startet e Bitcoinit në ato vite, por më shumë ka qenë temi, për mendimin tim, një investitor, një person që ka pasur interes për të përfituar nga teknologjia në anën financiare, sesa për të modifikuar le themi teknologjinë. Po kjo krijon pasiguri. Shumë qartë kjo pjesë. Metalet, Kleo, patëm shqitje më thellë historike në gold që në 2008, po 2008 është një vit shumë i rëndësishëm, kështu që është do të kemi shumë kujdes. Një gjë që unë jam munduar të ndaja te grupet që kemi pasur, si ajo falas dhe Discordi, që goldi dhe silver ndoshta mund të jenë shkaktare një kreshje të përgjithshëm, sepse duke rënë goldi dhe silver që ka qenë asetet më të mira në performancë nga gjithë tjerët, do të thotë që është krijuar pasiguri të aseti numër 1, që do të jetë më i sigurt. Dhe pastaj pasiguria rrjedh në sektoret e tjerë. Dollari u rrit, prandaj mendoj që u shit goldi dhe silver, po ishte në themi në nivel shumë të lartë historik. Po shumë rëndësishme kjo pjesa që Floriri ka parë uljen më thellë që në 2008. Uli më thellë që në 2008. Në 2008 ne dim se çfarë ka ndodhur, kështu që duhet të jemi të përgatit dhe për situata më të këqija këtë vit, vetëm për këtë arsye. Nuk është të thënë që do vi direkt, do kemi nuhatje, mund kemi edhe një val për lart përpara se ndodh, por janë shenja fillestare që po krijohet të themi një situatë e keqe dhe ndoshta një crash mund vi.
këtë vit ose dhe fillimi i vitit tjetër. Po unë mendoj këtë vit do jetë momenti që do vi kreshi serioz. Nga anat gjeopolitike, nuk besoj se kemi ndonjë gjë Kleo, se s'ka pasur shumë situata gjeopolitike këtë javë. Me sa se kam parë në lajm që Irani dhe Amerika kam bërë një takim për armët bërthamore, marrëveshje që do të bëjnë ato. Takim pozitiv, po shikoja tani deklaratat e Trumpit, po ishi pa parashikueshëm, po. Takim shumë pozitiv se sa. Sot është shtunë, ai të dielën zakonisht bën një surprizë për tregun, përpara sa hapet tregu të hënën. Kështu që mund të jemi ne të jemi pak përpara në analizën tonë i paparashikueshëm dhe mund na bëjnë një surprizë Trumpi. Të presim dielën. Gjërat e tjera nuk kam ndonjë gjë tjetër unë nga ana ime, Kleo. Po mendoj ta mbyllim me kaq segmentin e analizës të ngjarjeve dhe makro. Javën tjetër kemi shifrat e papunësisë. Shkëm dhe ca gjëra tjera që kemi këtu javën tjetër që do t'i mbulojmë gjatë javës. Kemi unemployment data që të dalit të mërkurën, që është papunësia, niveli i papunësisë në Amerikë. Niveli i inflacionit ndel të premten, kështu që kemi dy nga informacionet më të rëndësishme për vendimin e normave e interesit të Bankës Qendrore Amerikane dhe çfarë do bëj Banka Qendrore për të ndihmuar ekonominë amerikane dhe si është gjendja e ekonomisë. Mund të jetë edhe java tjetër një javë e rëndësishme. Po dolën pozitiv, besoj që tregu mund të vazhdojë rikuperimin dhe këtë bounce, po dolën negativ, atëherë mund të kemi një situatë që thellohet dhe themi shitja ose krijohet një shitje më e thellë me ndikimin të mërkurën dhe të premten, dy katalist që mund ta shtyjnë tregun më thellë. Okej. Atëherë kaq që kishim segmentin e lajmeve dhe ngjarjeve. Për ju që doni të merrni më shumë informacione gjatë javës, kemi një grup në Discord që është vetëm 15 pound në muaj. Merrni çdo analizë që unë bëj gjatë javës, rotacione që unë flas, sektore që unë po shikoj, analizat e Bitcoin, analizat e floririt, analizat e tjera që ne bëjmë për çdo treg kryesor dhe watchlistin tim, dhe në fund të ditës unë ndaj gjendjen e portofolit tim në tregun e aksione për momentin, por dhe në kripto, kur të fillojmë të pozicionohem në kripto, në swing me strategjinë time. Është me vërtet një grup që të informon gjatë javës dhe të jep mundësi që të tregtosh dhe ide që unë ndaj aty. Nuk është grup sinjalesh, është më shumë informacion, është një ndërtim mbi informacionet që ju merrni në podcast. Një gjë gjatë javës që vin çdo ditë, një përmbledhje të rregullt dhe analiza të ndryshme që unë bëj. Okej, atëherë bëjmë analizën e aksioneve. Fillojmë me analizën teknikale të S&P 500, Nasdaq, Russell 2000, VIX-it dhe si po ecin indekset kryesore. Kemi parë këtë rezistencën të 7.000, të zonë 6.900 ca, 7.000, rezistor, shumë herë dhe pasaj shitje, prap thithet, sepse thithet nga mean reversion, nga ideja që është shumë i shitur dhe kishte devijuar çmimi goxha nga mesatarja, por nuk është të thënë që tani është zona më e mirë për të blerë në dip. Një nga arsyet kryesore këtu është sepse kjo zona që nga tetori duket si distribution, është një shitje graduale, një dalje gradualisht nga institucionet dhe nuk po duket sikur do blihet nga institucion, mund të jetë blerje nga retail traders dhe dukeshe le të themi edhe në mënyrë se si lëvizet dhe pse u ble aq shpejt, sepse nuk ka asnjë lloj katalist, nuk ka asnjë lloj arsye fundamentale pse do të blihet këtu. S&P-ja duket okay,
nuk është të thënë që s'do vazhdoj edhe mund të vazhdoj për më lart, për mendimin tim është ritestim dhe du kemi kujdes të kjo zona që është shumë e dendur këtu me shitjet mëdha që janë bërë për një likuidim tjetër. Po dolën lajmet pozitiv dhe kanë impakt pozitiv të tregu, ato që përmende unë të segmenti i kaluar, atëherë ne mund të shkojmë dhe më lart. Për mendimin tim shkojmë deri te 7100 ca që kanë përcaktuar unë te ky kanali këtu, por vështirë, duhet shikojmë se si do reagoj te kjo zona. Jemi prapë mrena zonës më të rëndësishme në S&P. Leo, ti çfarë shikon te S&P-ja nga ana jote? Unë them që fillimi i javës nis me blerje, ndoshta edhe pak euforike nga fundjava, nga blerja me njëhershme që u bë. Dhe pastaj janë këto zonat e rezistencës, 6970 është zonë rezistence, pastaj 7000 që është zonë rezistence shumë e madhe dhe mund të kemi shitje prap. Por do të shikojmë dhe lajmet ekonomike, siç e përmende. Po mendoj se do të ketë një rritje, e shikoj më shumë për rritje, sidomos fillimin e javës. Pastaj do shikojmë çfarë do na japi tregu. Po, edhe unë atë mendoj që mund kemi dhe një rritje më të vogël, mund të krijoj le të themi mrena është ajo ideja që ikën këtu krijon hijen dhe pastaj qeria mund mbullet kështu. Varet. Po filloj java short, unë mendoj që shkem long. kjo është temi ajo ime. E bi që ndërtohet më mirë struktura për këtë lëvizje të tillë kështu me një higher low, të orarët më afat shkurtër. Bën diçka të tillë kështu. Të shikojmë, kjo është temi si do reagoj te kjo zona shumë e rëndësishme. Dhe këtu vendoset tregu. Një gjë që më frikson dhe e kam thënë tani gati 2-3 javë është javori. Por mu kjo nuk thot bull market. Po. Mund të bëja televizën, thashte 7100, 7200, por nuk është treg që thot mundësia e artë. Kjo nuk është mundësia e artë këtu. Mundësit vinë, ja, për shumë këtu kanë ardhur këto 20 tema që kanë bërë bounce te javori, dhe pak më thellë për para, por ka qenë strukturë tjetër këtu, kurse këtu ke distribution, treg anash për 3-4 muaj. Tregon dobësi. T'japi shembull ku e kemi pasur. Ke pasur këtu në 2024, fillim 2025, këtë lloj situate që ka qenë tregu në njëtin vend për një periudhë të gjatë. Pastaj shitje të madhe dhe këtu, po duket ashtu. Dhe te mujori nuk është që më jep një shenjë që do ikim patjetër për long. Rësiti kemi zona të larta me një harkim për poshtë dhe jemi larg mesatares që është 6100. Dhe ja themi dhe kjo zona këtu që është përsektuar me vizën e kuqe 6500. 6500 që është zonë më e mirë për një blerje nga investitor afatgjat në dip që na sjell prapë te kjo zonë që unë kam përcaktuar te editori. Kjo këtu. 6400 ca, 6500. 5% ulje dhe ishte më mirë për tregun dhe më shnetshme për tregun që të vazhdonte një val për lartë dhe kjo është temi arsyeja. Ta blije në prill, të shkem dhe javorin këtu, ta blije në prill vitin e kaluar ishte ideale këtu, tregun. Normal, shitje madhe, thellë dhe pastaj rritje. Kjo lëvizje këtu merrna një muaj që ka bërë. Dhe lëvizje për lartë. Këto ishte okay, blerja. Mundësia e artë, kjo, që na ofroi Trumpi. Këtu nuk ka mundësi, këtu ka vetëm dhimbje. Të S&P-ja. Sepse edhe po tiku pak lartë, po flasim investitor afatgjat, dhe për tiku pak lartë,
7100, 7200, a du të bëj një crash. Shkon prapë të 6000 ca. Mundësia vjen këtu, të kjo zona. Po flasim për investim pak më afatgjatë këtu, po du që kemë dhe anën afatgjatë. Si do të tregtojnë ato investitorët më afatgjatë. Kemi Nasdaqun që bëri këtë shitje më të thellë, po shkon në një mean reversion. Kemi tani një rezistencë, është bërë rezistencë zona 25.300 ca, ishte support. Kjo viza trendit ka disa këto, po kjo vizën që kemi këtu në rritje. U thë, dhe çfarë bën tregu po para se bën një vazhdimsi? Është kjo struktura, thyhet, vim prapë te zona ku ka ndodhur ngjarja, edhe përputhet perfekt për mendimin tim atë që parashikoi Kleo te S&P-ja, që kemi një situatë që mund të ketë një rritje, sepse sektori teknologjik mund të ketë një rritje deri këtu, 25.600, dhe pastaj shkon në më thellë. Mund të bëj një zonë këtu, po kjo është zona më e rëndësishme për mendimin tim e tregut, dhe është dhe zona mesatare e gjithë kësaj strukture që në fundi shtatorit, fillim tetorit. Kjo zona mesatare tani testohet prapë. Shumë e rëndësishme kjo pjesë e Nasdaqut. Nasdaqut do shikoj më shumë se sa S&P në javën që do vi, për të gjetur në themi strukturën e tregut. Këtu. Russell 2000 ishte në rritje dhe ka bërë një bounce prap, edhe pse ra pak më thellë këtu, nuk është që ka thy strukturën shumë, se vizat nuk janë, e themi, strikte 100%, sepse tregu ka dhe variacione, po parafësisht ke këte zonë këtu. Këte zonë këtu. Testoj pak më thellë, rimori tani zonën, dhe po duket si një vazhdimsi. Për më lartë. VIX po duket si më mirë, Kleo, asete, small caps. Jo VIX, Russell 2000, se nga rova. VIX pati nuhatje poshtë e lartë, patëm këte në temi rritje deri te kjo zona rezistencës të njëjtën, dhe kjo është një nga arsyet më të rëndësishme pse unë thash tani do kemi mirë reversion, sepse u rrit shumë volatiliteti, njëkohësisht u bën çmimet shumë të devijuar nga mesatarja dhe duhet të normalizohesh volatiliteti pak. Sepse s'kishte të premte asnjë lloj lajmi që mund ta shtynte tregun më poshtë. Ka kapur zonën perfekt, ka arë prapë për poshtë me në strukturës, dhe e vetëmi moment që ne du t'jemi agresiv në treg, është kur thym këtë vizën e trendit këto. Kjo viza trendit do të thë. Po kemi zona 17 tani, më pas kemi zonën 15 që do të arri, dhe pasaj 13. Këtu fillon t'jemi pak më agresiv, këtu i dhe jemi dhe më agresiv, këtu dhe më agresiv, për të kapur valën. Ullet volatiliteti, rriten asetet të rrezikshme. Dhe kjo zonë është më rëndësishme. Lidhet me Nasdaqun, që mund të bëjë le temi një dip më të vogël. Këtu, që të kohë që Nasdaqu bën një lëvizje për lartë, dhe pastaj vendoset të rezistenca dhe supporti i Nasdaqut dhe këtu. Tregu, a dhe i këne, kjo është zona më rëndësishme këtu. Po e ve një alert e 17. 17.3,
dhe i tjetër të ke zona, po na thiu zona 17 totalisht. Sepse aty do të jemi më agresiv në pozicionime. Mendoj që mu të shtyj tregu. Dhe të na krije pak më shumë siguri. Kleon, një mendim tjetër për këto indekset kryesore? Po, e tham, do të shikojmë S&P 500 në shkryesorja, pastaj për tjerat normalisht që do të tërhiqen nga ajo. Po, të drejtë. Indekset e tjera nuk po e mbuloj, po kjo është situata. Pastaj për portofolin tim mund të shikoni gjatë javës te Discordi, filloi portofoli ndava në X sot në mëngjes, si filloi portofoli? Filloi me Alibabën, me Baidu, me ca tjera që ishin në themi 1.3, 1.4, 1.2, shumë pozitiv. I shita ato dhe janë pozicionuar të disa të tjera që kanë qenë pak më konservative, ideja ka qenë aty rotacionet të utilities, dhe një nga ato ka ecur shumë mirë, të tjerat akoma nuk kanë ndërtuar strukturët e dura, për një e kam tani 1.4. Dhe kur rrezikoni nga 1% apo 0.5% të çdo lëvizje, është ngërmullon 2% këtu, 1% këtu, kur shikoni në fund të muajit keni 10% apo 5% të bëra dhe avash deri në fund të vitit keni bërë 50-60%. Këtë gjë bëjnë edhe çunat e CFD-s si Cleo me tregtime më afat shkurtër, pak më shpesh tregtojnë, por pak a shumë profitet pa aty dalin apo jo. Te zona pak më mirë me zona ku është tregu mirë, se ka dalë më mirë me CFD këtë periudhë se sa me swing, se s'ka qenë tregu i mirë. Po. Kemi tregtuar shortet. Shkurti ka qenë shumë i mirë, janari po ashtu. Një tregtim që ka bërë Cleo dhe ne dhe unë të CFD-t me çunat, se po mundohem unë ta përdor shërbimin si çunat. Po mundohem edhe unë të shikoj se si po që nuk e kopjoj dot unë, atë nuk e kopjon dot asnjëri. Ide që kanë çunat. Po Apple ka qenë perfekt. Me sa e di unë, Cleo, kemi parë këtë strukturën këtu, në diskutimet që kemi bërë privat si grup të dielën, kemi parë këtë kështu pivot point që ka qenë këtu, afërsisht te kjo zona, dhe kemi hyrë më duket të shtun apo të hënën, se më mirë tani, më duket të hënën në thyrët e kësaj strukture këtu, keni hyrë jo, mund të keni hyrë edhe pak më herët, sa dion. Mund të japësh ti shpjegimin, po kjo është themi lëvizje që kanë tregtuar te akaunti CFD, kështu që do keni dhe aksione aty, jo vetëm indekse dhe kriptot. Kështu do keni realisht një mundësi të diversifikoni kapitalin në sektorë të ndryshëm. Lëvizje perfekte kjo, dhe vazhdon Apple të tregoj fuqi këtu relative në krahasim me tregun e përgjithshëm. Ndoshta po bëhet pak shumë i blerë, dhe studiojmë këtë javë që do vi si do ta menaxhojnë çunat. Arsye pse grupi është intraday, se një gjë që do ta shpjegoj këtu është intraday, jo vetëm day trading. Day trading do të thotë që e blen merna ditës dhe e shet merna ditës. Është intraday, është sepse ka raste si Apple që ne e majmë disa ditë. Apo dhe si Bitcoini që ti e majtë disa ditë në short, apo jo, Cleo? Që tregtove. Po Apple ka qenë shumë mirë, lëvizja më e mirë që kemi pasur këtë javë që ka kaluar ka qenë kjo BLBD-ja të grupi swing që kam unë. Ka qenë kjo zona këtu e thyrë e dendur, shikoj, zonë me testime shumë, thyrje, dhe ja ku e keni lëvizjen, pastaj kemi pasur dhe disa lëvizje të reja që kemi blerë si li, shikoje sa bukur formimi këtu, lower low, higher low, thyrje strukture, ne hym 2 ditë rresh profit, okay?
Kështu që janë idetë të studiuara mirë, kemi barë dhe bullish divergence tu dhe strukturët e tjera që ne shikojmë si grup. Tjetër trektova këtë, po ishte earnings dhe dola, po ka qenë perfekte edhe kjo. Shikoje, konsolidim perfekt, thyrje këtu, hyron, shkojer për lartë, erdi prapë për poshtë nga earnings, dola, dhe pasaj nuk pata mundësi të rihyra, sepse isha në lëvizje, por ka qenë shumë perfekt lëvizja dhe të kjo, për të kapur direkt nga vrulli. Kështu tregtojmë me vrull, tregtojmë me probabilitete, nuk tregtojmë bottom piki, mundohemi të tregtojmë këtu për shkak edhe trim ta marrim kot tregtimin. Gjej momentin më të mirë që do hy vrulli mbas volatilitetit. Okej. Këto janë ca ide që ne kemi tregtuar. Këtë portofolin që zhvillohet gjatë javës, e ndajmë të Discordi, prandaj bëheni pjesë, keni linku më poshtë. Është vetëm 15 pound në muaj, diku dhe 16.000 lek. Nuk e di sa është poundi me lekun. Asgjë për një të mësoni. Okej. Bëjmë tani analizën e kriptos. Fillojmë me Bitcoinin edhe Ethereum. Ku është gjendja, si është gjendja e kriptos? Ja ku jemi. Kam diskutuar që do shkonte ndoshta deri tek zona thellësia e kësaj lëvizje, normalisht që nuk mund të parashikosh deri te e qindra të dollarëve që mund të shkojë Bitcoini perfekt, por ishte temi një shitje pak më euforike dhe një nga arsyet kryesore ka qenë kjo këtu, që unë kam thënë që do jemi në një mirë reversion. Dhe e kam darë të Telegrami mirë reversion këtu, që ishte shumë i qartë që do krijoheshe, dhe të Discordi pak më para, se e kam edhe ambientin tim të punës. Mirë reversion tani na sjell, heqim ca nga vizatimet e kaluara. Mirë reversion mund ta sjelli, ka një zonë rezistence këtu, ka një zonë rezistence këtu që ka bërë këtë ulje. Tani ideja është që në mirë reversion është më ngadalt rritja se sa në trend. Trendi është më i pastër. Prandaj ne mundohemi të kapim trendin, si ide që ju tregova të segmenti i stock që kemi kapur për shembull li në rrull, sepse le temi hyn lëvizja më serioze. Në mirë reversion do kesh vështirësi gjithmonë. Shkon deri te një zonë gjen rezistencë, shkon deri te një zonë gjen rezistencë, shkon deri te një zonë gjen rezistencë. Dhe kemi shumë zona tani që do ketë rezistencë Bitcoini. Mendimi im është 73, 72 ishte zona. Pastaj kemi edhe një zonë 75, dhe pastaj kemi edhe këtë zonë këtu 80 ca. I bën që po thyu 73-shin, 75-ën, atëherë rritet probabiliteti shumë të kjo struktura këtu që të shkoj prap të previous low dhe të vendosi tregu. Atëherë do ulet. E keni sigurt këtu, për mendimin tim, që po shkoj deri këtu, do bëj një short tregu, se sa thellë do ta bëj është në dorën e tregut dhe tregtarëve të tjerë. Kështu që kjo zonë që mund të testohet në javën në vazhdim ose në ditën në vazhdim, do tregtohet bearish për prap. Ky është mendimi im. Po shkoj deri këtu, është më e mirë bear dhe do tregtohet me një rë shumë të mirë nga tregtarët. Këto lloj ide unë ndaj edhe te grupi e çunave CFD me Armandën dhe me Kleon dhe jap temi analizat e mia këtu. Unë mundohem të kam val më afatgjate. Por kjo mirë reversion deri këtu mendoj na shkon deri te kjo jeshilja, kemi edhe disa rezistenca te këto zonat e tjera. Shikojmë me kujdes këto zona. Po arriti deri këtu jeni probabilitet e lartë për një short që të bëj,
një higher low. Dhe një trend që do jetë vërtet bearish, do bëj një lower low tregu. Okay? Po kjo zonë do gjuhet shumë nga tregtar. Këtë shikoj unë dhe me këtë parashikim po punojmë te grupi. Me këtë parashikim të mirë version kemi tregtuar këtu Bitcoinin në rrethithje për të kapur zonën për më lart. Kështu që jemi atë që po i them është realisht çfarë mendoj unë dhe mendoj që do shkoj tregu te këto zona. Do shikoj me kujdes rezistencat. Çdo herë që kam një nga këto zonat kryesore, unë studioj me detaje çfarë bën aty dhe si do reagoj, a do ta thy apo do rezistoj dhe do jemi të detyruar të dalim dhe të rishikojmë situatën. Për momentin duket okay. Rritje, tani po gjen supportin këtu, mund bëjnë një rritje tjetër, është për të parë se dhe të vazhdojnë në këtë mënyrë. Po duket okay për momentin, për mendimin tim. Fundjava është pak më e qetë. Kleo, Bitcoinin si e shikon? Unë mendoj që zona që është tani, çmimi që është tani 68.000 nëse thyet, shikoj deri te 62.000 dhe pastaj do krijohet ose është zonë suporti ose do krijohet zonë rezistence për të vazhduar akoma më poshtë. Po, sepse mund të bëj dhe mundësia tjetër, po nuk u bën mirë reversion deri te këto zona, atë që po përmend dhe Kleo, është që shkon këtu dhe bën diçka të tillë dhe rritet, njëkohësisht kemi RSI-n që bën formimet e dura dhe pastaj rritet RSI-ja dhe këtu do jetë të kemi mundësia për një swing për më lart. Po që bëhet ajo strukturë. Për short direkt do ishte shumë vështirë tregu me këtë shitje të madhe. Do të ketë me vërtet për mendimin tim, do të ketë një katalist, një arsye të fortë që mund vit mërkurën dhe të premten. Prapë lidhet me lajmin e inflacionit dhe lajmet për normat e interesit, do ulen, s'do ulen kripto. Do të shikojmë këto ditë ku kemi këto, jemi këto. Të mërkurën dhe të premten. Si do formohet. Mendoj kjo është zona parë rezistence. Që ishte edhe kaq. Çekam. Mirë reversion unë personalisht nuk e tregtoj në swing. Nuk ja vlen. Sepse ti e blen këtu, mirë reversion është vetëm për DCA dhe për tregtim afat shkurtër. Dollar cost average blen në overextension në këto zona. Këto ullet më thellë për shembull, do blesh prap mbas supporti që mund të bëj, blen në këto zona dhe do të bëj mesatarja. Okej, ble 4 zona, do të bëj mesatarja këtu. Akoma desh pak në humbje, por duke u konsoliduar, do dalim mesatarja diku këtu, pastaj bën swingun tregu. Kështu blihet DCA, se më pyeti një djalë në Telegram dhe duqe dhe dëgjuesit ta dinë këtë pjesë që dollar cost averaging blihet në çmime të ulta që bën në një val lower lows. Çmimi. Shikojmë edhe Ethereum tani. Dhe Ethereum bër overextended, kemi tregtuar dhe këta në mirë reversion. Kemi, mendoj unë, të heqim ca vizatimi se ka. Këto vizat e zeza janë zonat e supporti që shikoja unë te Ethereum, janë thy dhe këtu pak, po i ka kapur, ka qenë okay si zona. Tani do shikojmë se si do reagoj. Kjo ishte thjesht overextension. Kjo nuk mund ta përshikoj dot overextension. Është vështirë kjo pjesë. Bëm bouncing. Do shikojmë do na shkoj prapë te kjo zona apo do gjej rezistenca këtu.
këta zonat, po mendoj që do ketë një mirë reversion tregu. Do të ketë, ishte jo normale. Dhe të Javorit, që kemi Javorin, keni shumë të laguar nga mesatare. Kjo është mesatare, kjo zona 2600 që vuron një vizë aty. Pastaj një gjë që dohet t'ju tregoj të gjithëve është që historikisht ETH-ja asnjëherë RSI-ja nuk ka thënë 940. Dhe po e mban këtu tregu, shikon, te kjo viza zez. Po iku kjo, mos do të mendoni që më shkoj edhe te $300 prap Ethereum. Se shkatërrohet struktura komplet dhe bëhet të themi një val mujore për herë të parë me RSI në rënje 940. Do jetë e themi shorti i parë i thellë në kripto. Edhe realisht do jetë diçka e frikshme për shumica nga. Kështu që shikoni me kujdes këtë vizën e zez këtu, këtë zonën te 1700 ca, po thy kjo dhe nuk mbajti kjo zonë. Zona tjetër që kemi këtu te mujore kemi 3600, po kjo do vi me val, nuk vin direkt për mendimin tim. Do jetë hera parë që do thyet. E njëjta gjë edhe në Bitcoin. Do jetë shorti i shorteve në kripto. Ja ku keni në Bitcoin që kam vënë këtë alerting këtu te zona 21. Ka ikur dhe pak më poshtë sa 21 deri te 40, por duhet majme patjetër te kjo zonë që të rrim brenda strukturës normale që asnjëherë nuk ka thyer mujori në 40, sepse po thyu aty shkojmë te 35. Nuk ka ma zona 40 e këto shkojmë prapë te 35, ku filloi vala në 2023. Gjithë profitet që ka dhënë këtë vit do t'i marrim mrapsht tregu. Që keni kujdes te pjesë këtu, po e them këtë si një paralajmërim, e kam thënë dhe të Discordi disa herë, e din çunat që janë të Discordi, disa nga çunat që edhe antarë që janë të Telegrami e din këtë gjë, se kam thënë disa herë, por po e them dhe këtu te podcasti që shikoj këtë zonë me kujdes, sepse këtu është themi bear market serioz. Dhe atëherë bëhet të themi kjo vala finale në RSI që bëhet shumë shitur. RSI shkon te zona 30 tradicionale, zona 30 tradicionale të RSI-s, që na shkon për mendimin tim shkon deri te 35 Bitcoini. Në atë lloj situate. Zakonisht se ka kapur këtë zonën. Shikon? Që gjithmonë ka qenë mbi atë zonë. Pse? Bitcoini është aset që njerëzit e duan. E duan të akumulojnë dhe akumulohet gjatë rrugës. Kështu që ndoshta shpëton dhe mu shkojmë te 40 ca, po shkoj pak më thellë, po më frikson pak kjo lëvizje dhe prandaj mirë reversion duhet të bëhet në treg. Që RSI të rritet pak dhe pastaj të shkoj prapë te 40 dhe pastaj të mbaroj të fillim valën për lart. Që ndodh diçka e tillë. Po ja tregoj tani të RSI. Rritje në RSI, ulje prapë te kjo zona 40 ca. Dhe pasaj rritet tregu, i bin që çmimi, kam shumë vizatime këto, po çmimi do shkoj lart herë te 76, ndoshta deri te 85, dhe pasaj ulet prap deri te 50 ca me një val temi swing trading serioze që e mbaron këtë vit. Edhe del deri te janar 27 dhe pasaj strukturohet për një val tjetër për lart. Këtë ishte pamja fatgjate që mund të shikoj unë duke parë të temi disa nga indikatorë që unë shikoj që një ato është RSI-ja. Kjo është pamja fatgjate. Pastaj kemi dhe momentin këtu final që mendoj në 35 vështirë shkoj dhe po shkoj atëherë se s'di çfarë them për Bitcoinin. Do jetë shumë e nënvlerësuar o do blihet nga institucionet në mënyrë agresive. Këtë po shikoj unë te pamja fatgjata dhe është diçka që du
dëgjuesit ta ngulin në menja dhe ta marrin mend këtë pjesë që duhet struktura të bëhet shumë të mujori. Duhet me patjetër. Okej, Cleo. Diçka tjetër për shtu këtu te kripto? Ja, të kriptat. Ka që ishte segmenti i kriptos, bëjmë tani analizën e dollarit, fillojmë me madhat dhe me floririn. Dollari, një nga arsyet kryesore pse është shitur gold dhe silver, çfarë ndodhi? Overextension të dollari. Të njëjtin kohë që bëri një lëvizje euforike goldi dhe silver, pastaj u rrit dhe vazhdon rritjen të fuqizohet dollari. Për mendimin tim, dollari tani mund të bëjë një dip të vogël dhe pastaj shkoj prap një dip të vogël dhe pastaj shkon prap te zona 98, që mund të shkatërrojë tregun dhe më thellë. Por ky dip mund të japë le të themi një farë lehtësimi të asetet të rrezikshme si kripto dhe tani po përfshi këtu dhe goldin, që me atë rritje që ka bërë është aset i rrezikshëm, se ka shumë tregtar që kanë akumuluar dhe kanë humbur 30% Mercaditës apo 10-15% Mercaditës, 30% të silver. Edhe mendoj që mund të bëjë le të themi një farë ulje këtu. Kemi një vis trendi, ku kemi që ta vizojmë vis trendi këtu. Zakonisht dollari respekton këto vizat dhe për ju që tektoni Forexin mund të shikoni Dixin shumë qartë se gadanoj Dixi dhe pastaj të merrni vendime në euro apo në pound. Shumë e thjesht Forexin në këtë pjesë për që doni të mësoni swing trading. Po kjo është situata e dollarit që duhet me patjetër të rezistoj pak këtu, që t'i japi pak lehtësim tregut për një le të themi një val pak më lart që mund të bëjë një mirë reversion. Kemi goldin, pati një rritje 9%, ka rënë goldi, ka rënë diku që nga çmimi më i lartë, ka rënë 47%, ka humbur gjysmën e vlerës. Gjë që unë kam thënë gjithmonë edhe në podcast ka qenë që këtu nuk është mundësi, këtu është vetëm djegje. Okej, mund të fitoni këtë 10-20% të tjera për lart, por për afat gjatë nuk është investim, ose afat mesëm. Dhe është në ulje. Këtë e ke tregtu ti, Cleo, te CFD-ja, Golden, në mirë reversion apo vetëm në short? Si e ke tregtu? Jo, vetëm në short. Po e tregtum këtë javë shumë pak silverin, tani të njëjtën premten që pati këtë rritje. Bile se kam akoma pozicionin e hap. Silver tregtu. Po. Po golden me sa duket jo, po vetëm shorten. Edhe tani është në një fazë konsolidimi, mund të themi tregu do bëj volatilitetin, i e lartë, i e poshtë, mund të shkoj prap ndaj kjo zona bën rezistencën. Mendimi im. Jem pak më shkon deri këtu. Diçka e thjesht do kohë që të akumulohet, mund të bëhet ndoshta nga prilli tregu i mirë prap për goldin, që është e lidhur me daljen e chairmanit të ri të Fed. Fala, është silver, se gadarova, ishte silver ajo, jo gold. Goldin e kemi këtu, ka një support e viza trendit, po mundohet të rimarrë strukturat, por mendoj vështirë. Mund të shkoj deri tek kjo zona këtu. Vështirë, mendoj që do po konsolidohet. Pastaj po thiu këtë vizë në trendit, që është në rritje, jemi në short në gold. Do të rrimë në kësaj strukture që po krijon tani.
Kjo do të jetë çmimi më i ulët që do të ketë bërë Goldi këtu. Pa bërë një çmim më të ulët, prishë struktura do ka më shumë. Tjetër ishte US Oil, që po konsolidohet pak US Oil, po duket se do bëj një vazhdimsi. A kam vizituar të para, ja ku e keni, që do bënte diçka të tillë. Gazi natural. Nuk më pëlqen fare kjo pjesë si po lëviz çmimi. Metalet e tjera ka, po i mulej më shumë të grupi i Discordit. US bondi 10 vjeçar Amerikan është në rënje. Dhe unë këtë kam parë le të themi për një risk off në treg. Duket do të shikojmë tani për që do investohet prapë të bondi. Se do na hesi, po s'ka një shenjë këtu të rëndësishme. Okej. Kleo, ndonjë tjetër për shtu këtu? Unë do t'ju thoja gjithëve që e them çdo javë, kush e bën trading me pasion ose që e ka punë të parë, ose që i përkushtohet, lexon dhe do të mësoj, bëhet pjesë e Discordit, aty do të jenë me të vërtet të informuar, si profesionist flasëm, do të kenë analiza ditore, dhe është një çmim që është shumë i përballueshëm nga gjithë shqiptarët ose nga gjithë edhe internacionalet. Ne kemi pjesë edhe të huaj në Discord, prandaj analizat janë në anglisht, dhe kështu do i ftoja gjithë që të bëshin pjesë. Po, linkjet i kemi më poshtë në përmeja sociale, na bëni subscribe, na komentoni më poshtë, ndihmoni edhe bëni like, na komentoni dhe ndihmoni me algoritmit, po që vlerësoni informacionin, bëni këto veprime të thjeshta si like, comment dhe subscribe. Shihemi javës tjetër dhe shihemi në Discord.